Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryetar të Skënderajt, Samil Ushtaku, ja ka kthyer akuzat që kryeministri Albin Kurti ja bëri atij së pari gjatë ditës, teksa vizitonte Skënderajin për të prezantuar kandidatin e vetëvendosjes në garën për komunën. Kurti, duke tentuar t'i ndihmojë kandidatit të partisë së tij në komunën e Skënderajt, e sulmoi ashpër Samil Ushtakun, duke e quajtur multimilioner dhe ish komandant që frikson popullin. Pa e përmendur emrin e tij, Kurti u referua Ushtakut si multimilioneri dhe tha se ish komandanti kënaqet kur i friksohen njerëzit. Rival i Hysni Mehanit është një kandidat më shumë se multimilioner, i cili garon për të sunduar, jo për të shërbyer. Unë mund me bashkëpunu me ata që dojnë me shërbyer, jo me ata që dojnë me sundu. Unë e du shumë Skënderajin, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderajin. E tash, këta janë shumë në haltë madhë. Beli janë të u friksu shumë, pra ndaj dhe po dëshirojnë të i friksojnë të tjera. Kur mos e harroni, ata që këshyrin me i tu tjerë, janë tu vetë. Lidhur me këto akuzat të kryeministrit Kurti, ka reaguar Ushtaku, i cili e ka quajtur demagog shefin e qeverisë së Prishtinës dhe ka thënë se Kosovës i solli vetëm përçarje dhe sanksione nga ndërkombëtarët. Skënderaj nuk bëhet kurrë me ata që Kosovës i sollën vetëm përçarje, sanksione ndërkombëtare e prishe me aleatët ta ndërkombëtar SBA dhe BE-n, me të cilët Hashim Thaçi e Ushtria Çlirimtare e Kosovës krijoi miqësi nga malet e Kosovës në vitin 1998, deklaroi Ushtaku në një takim elektoral. Skënderaj, si gjithmonë, demagogëve ju thot jo, theksoi ai. Skënderaj është me Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës e me trashëgimtaren politike të saj, Partinë Demokratike të Kosovës. Skënderaj është gjithmonë me PDK-n, sepse çdo projekt publik këtu e ka vulën e PDK-s, të Hashim Thaçit e të qeverisë son lokale. Skënderaj nuk është e nuk do të bëhet kurrë me ata të cilët sapo erdhën në pushtet, na e ndalën projektin e furnizimit me ujë në Brus, i cili do të zgjidhte problemin e furnizimit me ujë për qytetin dhe fshatrat e Skënderajt, e të cilët sot pa fije turpi premtojnë pendën e Kuqicës. Skënderaj nuk bëhet kurrë me ata që as FSK-n nuk e dërguan kur ndodhi fatkeqësia natyrore e vërshimeve të 19 janarit 2023, e nuk kompenzuan mbi 10 milion euro dëme në infrastrukturë publike e private. Skënderaj nuk bëhet kurrë me ata që nuk mbahen mend për asnjë projekt infrastrukturore zhvillimor në Kosovë. Skënderaj, si gjithmonë, demagogëve ju thot jo, e sonte Polaci e kryeshefci, Klina Epër me Marina e Makërmali i thanë sërish fuqishëm po PDK-s. Faleminderit të gjithëve për përkrajen e madhe e të pareshtur. Kjo mbështetje është dëshmia më e mirë se vizioni ynë për zhvillimin e Skënderajt përmes programit ton zhvillimor po gjen përkraje të pareshtur në çdo lagje, në çdo fshat të Skënderajt, u shpreh Samil Ushtaku. Unë e du shumë Skënderajin, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderajin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sot ka qenë në Skënderaj për të takuar qytetarët bashkë me kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të komunës, Hysni Mehanin. Në lidhje me këtë takim, Kurti përmes një postimi në Facebook ka shfrytëzuar rastin që ta sulmojë me akuzat të forta kandidatin për kryetar nga radhët e PDK-s, Samil Ushtakun. Ai atë e ka quajtur multimilioner, ish komandant që sipas Kurtit kënaqet kur i friksohen njerëzit. Në Skënderaj, pushteti aktual nuk ka as program dhe as ide. Pabarazit në Skënderaj me multimilionerin ish komandant, i cili kënaqet kur i frikësohen njerëzit, janë devijim nga sakrifica e madhe e dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë kontribuesve për çlirim të Kosovës, liri të popullit dhe shtetin e pavarur. Funksionet publike janë për shërbime për kushtim e jo për pasurim me sundim, ka shkruar Kurti në Facebook. Ai është mundësia e juaj dhe garancia jon që nevojat e kërkesat e qytetarëve plotësohen, kurse vizioni dhe projektet për Skënderajin jetësohen me Hysni Mehanin, shërbej me pasion, dije dhe punë. Skënderaj me të në krye, pas 12 dhjetorit me pendën e Kuqicës, gjen zgjidhje për problemin me ujë të pijes. Ndërtojmë qerdhe të reja për fëmijët, do të realizojmë
ngrohtoren e qytetit, trafikun publik, pishinën gjysmë olimpike, parqet me lodra për fëmijë, parkun teknologjik inovativ, shteg për ecje dhe vrapim, si dhe do të zvogëlojmë numrin e drejtorive komunale me qëllim orientimin e buxhetit për më shumë investime kapitale, ka thënë Kurti. Rival i Hysni Mehonit është një kandidat ma shumë se multimilioner, i cili garon për të sunduar, jo për të shërbyer. Unë mujë me bashkëpunu me ata që dojnë me shërbyer, jo me ata që dojnë me sundu. Unë e du shumë Skënderoj. Unë e du shumë Skënderoj, po nuk i du ata që dojnë me sundu me Skënderoj. E tash, këta janë shumë në haltë madhë. Beli janë të u friksu shumë, pra ndaj edhe po dëshirojnë të i friksojnë të tjera. Kur mos e harën? Ata që këshyrin me i tu tjertë, janë të u vetë. Dhe ne e kemi një dalim të madhë në vlera me ta. Ne dëshirojmë të shërbejmë me përkushtim, me dashni, me pasion, me dije, me punë. Ata dojnë një tutë të tjërët. I kapë një farë lëmëtërije kër e shohin që për tutë të dikush. Prandaj nuk bëhet qeverisja demokratike në Republikën e Kosovës me njerëz të cilët kanë qenë një tutë dikush. Por Hysni Mehoni nuk ju tutë. Prandaj ata përshtypën friga cakët, ose me e thonë edhe ma mirë në gjuhë popullore tucat. Tucat e kanë lakmi tutën e tjetrit. Lakmia e tucave është një tut aty në dikush. A kuptoni? Prandaj kjo garë është ma shumë se garë lokale e komunale. E Hysni Mehoni në një mirë. Është aktivistit dhe devotshëm, është studiues, është mendimtar, njeri që lexon, njeri që afron, njeri që bashkon, nuk ndonë, nuk përçon, dhe është edhe modest, edhe treg.